I kemi ofruar edhe presidente zonjës Vjosa Osmani nënshkrimet për kandidaturën e saj, që deri më tani nuk kemi arritur që të kemi një kandidat konsensual për president të Republikës së Kosovës. Në mungesë të një kandidati konsensual, rruga tjetër ka qenë që secili subjekt politik të propozojë nga një kandidat në përmbushje edhe të obligimit kushtetues. Si lëvizje vetëvendosje, sonte kemi deklaruar mbështetjen tonë për nënkryetarin e lëvizjes, zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme të diasporës Vlau Konjufsa, njeriun e dytë më të votuar në historinë e vendit dhe një figurë e cila gëzon mbështetje të plotë qytetare, dhe po ashtu që ka një mbështetje të madhe edhe te grupi parlamentar, te lëvizja, por mbi të gjitha, siç e thash, një mbështetje të madhe qytetare. Dhe ajo që është e rëndësishme është kandidati që gëzon mbështetjen më të madhe për të siguruar votat në kuvend. Zoti Konjufsa, siç e dimë të gjithë, edhe si kryetari i kuvendit, ka qenë autoriteti kryesor unifikues i unitetit politik. Ne e kemi kandidatin tonë dhe tani presim edhe nga subjekte tjera politike, secili subjekt duhet të marrë përgjegjësinë që të ofroj kandidaturën së paku për dy arsye. E para, për përmbushjen e kriterit kushtetues dhe për të mundësuar një garë të mirëfillt në mes të kandidatëve që garojnë, dhe së dyti, dhe që është më rëndësishmja, për të shmangur zgjedhjet e reja, të cilat evitohen në rast se do të kemi edhe një kandidat të dytë dhe një votim të suksesshëm për presidentin. E di që në kohët e fundit ka pas një vëmendje të madhe edhe nga ju mediat, por edhe një debat e interesim të qytetarëve rreth çështjes së kandidimit të presidentes për edhe një mandat. Në lidhje me këtë, ju njoftoj që si lëvizje i kemi ofruar edhe presidentes zonjës Vjosa Osmani nënshkrimet për kandidaturën e saj, edhe pse nga ajo që dim, asnjë subjekt tjetër politik deri më tani nuk e ka bërë një gjë të tillë dhe madje kemi pas edhe deklarata të subjekteve politike, në këtë rast të PDK-s, për mos mbështetjen e zonjës Osmani. Me qenë se zonja Osmani nuk ka pranuar këtë ofertë, tani duke marrë parasysh edhe dinamikat aktuale, edhe kohën e shkurtër deri nesër në ora 24 për të zgjedhur presidenten, por edhe numrat e subjekteve të tjera politike, pra që nuk kanë numrin e mjaftueshëm të deputetëve për të siguruar 30 nënshkrime për të përmbushur kushtin pra për nominimin e kandidatit për president, ne si lëvizje vetëvendosje kemi qenë të gatshëm, vazhdojmë të jemi, të ofrojmë nënshkrimet edhe nënshkrimet e deputetëve tanë edhe për subjektet tjera parlamentare për të ofruar kandidaturat e tyre potenciale.